Rreth 16% e fëmijëve të moshës 8 deri në 10 vjeç janë mbi peshë. Në këtë përfundim kanë arritur specialistët e Institutit të Shëndetit Publik, të cilët kanë marrë në pyetje 4000 fëmijë në të gjitha shkollat e vendit. Mbi 60% në mos gabojë fëmijëve kanë këtë tendencë, më thënë që të konsumojnë hamburgera dhe sanduiç në shkollë, ndjekur pastaj nga fëmijët që marrin produkte të ëmbla, siç janë biskotat, croissantët, dhe pastaj përsëri produktet e fabrikuara, patatina, domethënë gjitha këto ushqime të cilat sillin një kalorar shumë të lartë për sa i përket marrjeve energjetike, por jo vlera ushqimore. Shumë vende të Evropës e quajnë prevalencën e 15% e quajnë si shqetësuese, pasi tendenca është që të ketë një rritje shumë të shpejtë. Fëmijët të cilët mësojnë në shkolla private kanë tendencë për të ngrënë ushqimin në sasiera më të mëdha sesa ata në shkolla publike, çka bën që numri i fëmijëve të shëndosh në këto institucione të jetë më i lartë. Obeziteti është shpallur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë si sëmundja e shekullit, ndaj kërkohet që të merren masa konkrete në çdo vend për parandalimin e tij.